analist asaj çfarë po shoqëron kryeqytetin prej më shumë se 45 ditësh ku qytetarët janë ngritur në proteste, edhe pse situata duket se ka një numër më të reduktuar të qytetarëve protestues, sërish ata kanë deklaruar se do të vijojnë protestën dhe qëndresën e tyre. Unë do të kem kënaqësi të diskutoj përmes një lidhje të drejt për drejt me profesorin e asociuar Dashamir Bërxulli, pedagog i psikologjisë sociale Universiteti i Prishtinës. Profesor, faleminderit për kohën tuaj, edhe pse në fakt Kosova një zhvillime të reja pas zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, ku pritet konstituimi edhe patjetër krijimi i institucioneve të rëndësishme, sot vëmendjen do e kthejmë tek Tirana dhe protesta qytetare. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të komunikojmë së bashku. Profesor, sipas pikpamjes tuaj, a mund të konsiderohet protesta e Tiranës një fenomen i ri social apo është vazhdimësi e kulturës së protestës në Shqipëri? Në thelbin e vet protesta nuk është e re, sepse ka pasur protesta në të kaluarën, në kaluarën e afërt, siç kanë qenë protesta e studentëve para disa vitesh, po ashtu protestat, domethënë ndoshta në pranverën e vitit 2022 dhe protestat e tjera, por në dimensionet që ka ofruar kjo protestë në përfshirjen e grupeve të ndryshme sociale, në momenti që ka ardhur, kjo protestë sjell disa risi në peizazhin social dhe politik të Shqipërisë. Dhe cila është kjo risi? Çfarë e dallon nga protestat e mëparshme nga përbërja dhe dinamika sociale? Fillimisht reagimi i tillë, domethënë mbas situatës në Zvërnec që u pa, i menjëhershëm, në kujtimin e gjithë shoqëror e grupeve të ndryshme të interesit brenda shoqërisë, u tregua që ka një pakënaqësi dhe mospërfaqësim të duhur politik, domethënë të grupeve të ndryshme të interesit në sferën politike të përgjithsisht në Shqipëri, po ashtu pakënaqësi të mëdha në kuptimin e pabarazive që janë në qytetet shqiptar, por edhe raportin midis individit dhe institucioneve, qytetarit dhe institucioneve, dhe ku qytetarët kërkojnë më shumë, dhe kjo piknisje, e cila në dimension ngjan edhe me disa protesta që kanë ndodhur në rajon kohëve të fundit, si në Bullgari dhe Serbi, tregon një lloj qytetarie dhe tregon që shqiptarët tashmë kërkojnë një standard të ri jetese, një standard të ri të funksionimit të institucioneve dhe një llogaridhënie më të madhe të institucioneve publike. Profesor, në fakt, më sipër në fjalën tuaj ju thatë se nuk është risi kjo protestë, pasi jemi mësuar të shohim edhe protestat e tjera, duke sjellë në vëmendje protestën e studentëve, por nuk kanë qenë të vetmet e studentëve së fundi, po edhe në 91-shin, 92-shin. Më së shumti në fakt Shqipëria është parë të ngrihet në proteste edhe për forca të ndryshme politike. Megjithatë, kjo e kësaj radhe më shumë se 45 ditëve, mendoni se ka një shtresë specifike që e përfaqëson më shumë? Në fakt, është një protestë e cila artikulon pakënaqësinë e përgjithshme qytetare ndaj zhvillimeve në shtetin shqiptar, ndaj zhvillimeve në qeverisje, dhe po ashtu veçanërisht ndaj kulturës së korrupsionit, e cila tashmë të shumë vite ka mbetur e pandëshkuar përgjithsisht, pavarësisht të reformës së drejtësisë në shtetin shqiptar. Dhe veçanërisht pabarazitë më dha, të cilat rrjedhin nga fakti që eventualisht institucionet publike të shtetit shqiptar i trajtojnë ndryshe qytetarët e shpresave të ndryshme. Në këtë aspekt do të theksoja aspektin e përgjithshëm qytetar, dhe kjo është arsyeja pse ka zgjatur kaq vonë, kaq shumë, kaq gjatë, dhe që do të thotë që ka mundësi që të përsëritet ose të rritet në intensitet edhe më vonë. Ta shikojmë se si do të jetë aftësia organizative e atyre që drejtojnë protestën. Nuk mund përjashtohet një segment politik i njerëzve të cilët duan të masin forcat dhe të provojnë një lidership të caktuar për të prirë zemërimin e qytetarëve dhe institucioneve dhe për të marrë mandat. Kështu që ka grupe të caktuara politike, por në thelbin e vet protesta duket nga jashtë që është në thelbin e vet qytetare.
Dhe kur është qytetare, profesor, çfarë vëreni ju se janë problematikat më të mëdhaja? Lidhen këto me çështjet ekonomike, sociale, me shëndetësi, arsimin, me përfaqësimin e tyre, sepse përgjatë këtyre ditëve në fakt ata kanë kërkuar që të bëhen ndryshime kushtetuese dhe secili të jetë i barabartë përpara ligjit. Pra janë një sër çështjesh dhe kërkesash që lidhen jo specifikisht vetëm me përditshmërinë dhe jetesën e tyre, por edhe politikisht, po themi. Qori, është e pamohshme që Shqipëria ka bërë hapa përpara në zhvillimin e saj. Po ashtu është domethënë evidente që Shqipëria ka bërë hapa përpara në integrimin evropian. Megjithatë, si duket njerëzit nuk i pranojnë faktin që domethënë këto hapa përpara të bëhen dhe të mos ndryshojë shoqëria së brendshme. Dhe si duket qytetarët i vënë një përgjegjësi të madhe klasës politike, e cila në favor të integrimit evropian, duke ofruar integrimin evropian, nga ana tjetër ndjekin politika diskriminuese ndaj qytetarëve, qoftë në menaxhimin e keq të financave, qoftë në domethënë mbrojtjen e korrupsionit, ose të paktën mos parandalimin e tij, mos dëshkimin e tij, apo aspektet e tjera të politikave sektoriale si arsimi, si shëndetësia, që i përmendet ju e kështu me radhë. Kjo është edhe një nga arsyet sepse njerëzit përtej trendeve globale që ka të bëjnë me migracionin, në Shqipëri njerëzit largohen sepse nuk e gjejnë veten dhe ka mundësi që të artikulojnë në veprimin e tyre një ndjesi që shteti nuk është i barabartë për gjithë. Për disa është njerëk. Në këtë aspekt, domethënë po ti vendosim një emërues për të përbashkët të gjithë këtyre problematikave, do të thojë që qytetarët shqiptarë tashmë kërkon që shteti, që shoqëria të ngrihet në nivel tjetër, të kujdeset për qytetarët në mënyrë tjetër. Të jetë më barabartë, të japë mundësi të barabarta dhe të ndërtojë një zhvillim ekonomik për të gjithë, të ndërtojë një mirëqenie e cila zhvoglohet pa parazit, tjetër e zhvillon vendin në përputhje me vullnetin e përgjithshëm të qytetarëve. Profesor, ju në fjalën tuaj pak më sipër, por në fakt jo vetëm ju, të gjithë shpesh e kemi komentuar dhe përcjell në mënyrë të vazhdueshme që prej ditës së parë nisjen e kësaj proteste dhe vazhdojmë, transmetojmë dhe përcjellim për opinionin publik. Dhe shpesh debati kryesor, sidomos në studio televizive, ka qenë edhe pjesëmarrja, numri i protestuesve, çka në fakt edhe kohët e fundit duket që është më i reduktuar. Lidhet kjo jo vetëm me faktin që jemi në sezonin veror dhe në nisje të pushimeve, por edhe me atë çfarë ju thatë më sipër që ndoshta në mënyrë natyrale në vazhdim mund të krijohet përmes kësaj proteste një grupim si një lëvizje ere politike nëse ndodh kështu. Pra jemi në hipotezë nëse ndodh kështu, a krijon precedentin e humbjes së besueshmërisë të gjithë atyre qytetarëve të shumt në numër që besuan dhe u ngritën në fillim? Fillimisht do thoje që karakteristike përgjithshme e funksionimit të qytetarëve shqiptarë në përgjithësi në kohën e demokracisë, duke përjashtuar momentet e caktuara ku ka pasur mbledhje të mlefit politik, problemeve ekonomike pa kushtueshme, ka karakterizuar sjellje e bazuar mbi idenë që veprimi i individit apo grupit të caktuar nuk do të krijojë ndryshime. Për shkak se zhvillimet politike kontrollohen nga forcat politike dhe pjesa e kësaj ndjesie të asaj që quhet kontrolli sociopolitik i bën njerëzit që të bashkohen një valë të caktuar të sjellje apatike, mos pjesëmarrje në jetën publike dhe dekurajimi për aktivizëm qytetar. Në këtë protest mendoj që ja dhe shenjat që kjo gjë ka ndryshuar. Ndoshta ata që organizojnë protestën nëse duhet ta vazhdojnë, ju duhet që të punojnë më tepër në këtë aspekt që të rikthejnë investimet e qytetarit që dalin atyre në shesh është e dur një sjell ndryshime të caktuara dhe këto gjëra u duhet shpjeguar njerëzve. Pastaj, a do të ketë një grup apo individ i cili do të marrë mandat politik nga protesta,
kjo mbetet për të parë. Dhe është në natyrën e gjërave që këto protestat të cilin lider politik, edhe pse ka qenë një protest horizontale me segmente qytetare që nuk është domosdoshmërisht të thonë që të prodhoi një lider politik. Ata që pretendojnë domosdoshmërisht dhe trajtojnë këtë si mos sukses protestës, mendoj që nuk e kanë analizën e saktë. Dhe në ndërkohë, jetë gjatësia e deritanishme e kësaj proteste si pas jush, a është drejt krijimit të një identiteti kolektiv? Padyshim që shton në segmente elemente caktuara në identitetin kolektiv. Kemi një gjenerat të re e cila tashmë nuk ka drojen që të artikulojë publikisht qëndrimin e saj për çështje të ndryshme të funksionimit të shtetit, qoftë edhe politike. Dhe në këtë aspekt mendoj që shoqëria shqiptare duke u përfaqësuar një masë të madhe nga të rinjt, atëherë tregon një pikuri më të madhe dhe një gatishmëri më të madhe përmes kësaj kërkese dhe kësaj le të themi tendence të brendshme për të shkuar në nivel tjetër, tregon një qytetari evropian dhe identitet evropian. Në këtë aspekt, edhe ajo që kemi parë si refleksion ndërkombëtar të protestës dhe cila ka pas segmente ndryshme që kanë mbështetur dhe u ka pëlqyer, tregon që Shqipëria edhe në kuptimin e brendshëm si vetëperceptim, edhe në kuptimin e jashtëm si segment identitar i parë, sepse për identitet duhet të dish vetë si kush je, por edhe të shohin tjerë si kush je, ta njohin atë dimension, mendoj që duhet përputhet, të dyja përputhet dhe pyetja është legjitime. Dhe përgjigjja është po, këtu kemi disa segmente të reja identitare të shoqërisë shqiptare që besoj që tregojnë pjekurinë e saj dhe një emancipim të faktuar i cili besoj që të vazhdojë në të ardhmen. Në këto vitet e fundit, mbar bota njeh ndryshimet dhe zhvillimet jashtëzakonshme në aspektin teknologjik dhe shoqëruar këto edhe në rrjetet sociale. Thënë ndryshe edhe Shqipëria është një prej atyre që i përqafon më së shumti zhvillimet teknologjike dhe të qenurit në mënyrë koherente të lidhur me aspektin social, rrjetet sociale. Në këtë kuptim, çfarë roli kanë sipas jush këto rrjetet sociale në organizimin dhe zgjerimin e kësaj lëvizje? Rrjetet sociale funksionojnë tashmë 20 vite. Dhe impakti i tyre ka ardhur gjurir në shoqëri. Dhe mendoj që thelbësor është në shpërndarjen e disa ideve dhe informacione të rrjeteve sociale, por vetëm nuk duhet të ngatrojmë faktin që protestat nuk vjen nga rrjetet sociale. Domethënë ndahet, mund bëhet le të themi thirrje për bashkim të protestës, pastaj njerëzit kur shohin që ka pjesëmarrje bashkohen dhe ata, qytetarë të shtresave të ndryshme, të moshave të ndryshme, por thelbësisht nuk duhet t'i atribuojmë rrjeteve sociale arsyeën e daljes protestë dhe mbajtjes kaq gjatë. Në Shqipëri ka pakrahësi të grumbulluara me vite me qeverisjen dhe me funksionimin e shtetit shqiptar në përgjithësi, dhe këto janë çështje thelbësore të cilat duhen marrë shënim dhe duhen trajtuar. Pastaj metodat se si është bërë komunikimi midis njerëzve, do ka ndodhur si në këtë protestë, ashtu edhe në mënyrën se si partitë politike kanë rekrutuar edhe përdorin me qëllim fjalën rekrutim njerëz të ndryshëm kauzave tyre edhe kur s'ka qenë kauzat e duhura. Profesor, më të rrogjë vëmendjen me të drejtë gjykimi që dhat pak më parë se prej vitesh në Shqipëri ka pak nejësi ndaj klasës politike dhe asaj qeverisë se si rrjedhojnë në mënyrë të vazhdueshme qytetarët ngrihen në protestë. Kjo për faktin se kanë humbur besimin tek institucionet, tek qeverisja, tek problemet që kanë në jetën e tyre. Dhe pyetja natyrshëm vjen, atëherë si ka mundësi nga gjithë kjo pakënaqësi ndër vite, pse nuk reflektohet në aspektin e procesit të votimeve, se patjetër duke u ngritur në protestë ndoshta nuk ka qenë aftësia dhe mundësia për ta rrëzuar një qeveri. Paktën deri më tani nuk dim çfarë do të ndodhë në vazhdim. Por në kushtet kur ka patur zgjedhje, pse kjo pakënaqësi nuk është reflektuar njësoj siç reflektohet kur ngrihen në protestë? Një pjesë të arsyeve shpjegova edhe me konceptin e kontrollit sociopolitik që lidhet edhe me votimin.
Në rast se njerëzit do të mendonin që vota e tyre sjell ndryshim, atëherë ata nuk do të përfshiheshin në asnjë mënyrë, në asnjë formë në kalkulimin e partive politike apo për le të themi për blerjen e votës apo për deformimin e votës qytetarit, dhe atëherë do të vepronin në mënyrën se si kanë ata bindjen e para. E dyta, si duket qytetarët shqiptarë nuk se janë ndjerë përfaqësuar në një masë caktuar nga klasa politike, dhe kjo është arsye pse s'ka dhënë shans forcave të reja apo kanë pasur zgjedhje deri diku do të themi apatike në këtë aspektin zgjedhor. Duke menduar se rezultati ka qenë i paracaktuar, i ka dekurajuar njerëzit, por sistemi politik që është ndërtuar në Shqipëri realisht ka bërë të mundur dekurajimin e njerëzve për të marrë pjesë në jetën politike, qoftë përmes zgjidhimit të drejtë, por edhe përmes formave të tjera të aktivitetit politik dhe të ndikimit politik. Në këtë aspekt, besoj që ka qenë një grup faktorësh të cilët kanë bërë të mundur që vota të mos sjellin ndryshime reale, por të certifikojë binomin e partive që kanë qenë tradicionale nga demokracia, nga Shqipëria komuniste në mbrapa. Profesor, a ndikon perceptimi i qytetarëve për demokracinë kur protestat zgjasin në kohë? Padyshim, në rast se do të zgjat në kohë dhe në rast se ka masivitet, megjithëse nuk duhet ta lidhim suksesin e protestës vetëm me numrin, po edhe me idet, sepse njerëzit mund të bashkohen, mund të bëjnë pushim, mund të shohin se çfarë ndodh, por realisht vazhdimësia është një mundësi e mirë që ata që të gjithë ata që duhet të artikulojnë qëllimet e tyre për çështjet politike sektoriale, për çështjet e ndryshme të shtetit, por edhe për ato politike, të japin një mesazh qartë qytetarëve që gjërat mund të ndryshojnë. Domethënë që mund të ketë, do të thotë që ka segmente të shoqërisë të cilët nuk e japin kauzën e tyre, pavarësisht a është verë, a është kandidat botror, a është vjesht, a janë pushimet apo jo, ata që ndrojnë mas kauzës tyre dhe kjo nuk ka mundësi mos me pas një efekt. Profesor, duke qenë se ju jeni pedagog i psikologjisë sociale, e parë në aspektin teknik sociologjik, nga ky këndvështrim, kur një protest konsiderohet e suksesshme, edhe nëse nuk arrin menjëherë objektivat e saj politike? Mendoj që kur mesazhet e një proteste dëgjohen dhe kuptohen, dhe domethënë me shënim nga segmentet e ndryshme të shoqërisë, të radhë parë nga shteti, nga institucionet e shtetit, për artikulimin partnerësive në mënyrë të natyrshme dhe të emancipuar edhe kreative, siç ka qenë në protestë, mendoj që një protestë është suksesshme dhe mendoj që kjo protestë ka qenë suksesshme. Çfarë efektesh ka sipas jush kjo protestë, jo vetëm në aspektin sociologjik, identiteti kolektiv, apo se mund të jetë një demokraci më e lirë për vendin, por në jetën ekonomike dhe sociale të Tiranës flasim, ose të vetë Shqipërisë? Vështirë kalkulueshme menjëherë, domethënë ka pas diskutime në media dhe edhe me gjërë që protesta pengoj turizmin apo pengoj biznese dhe kështu me radhë. Mendoj që nuk është e mundshme menjëherë ky efekt. Në rastin kur ka një protestë të tillë, artikulimi partnerësive, njerëzit ka mundësi që mund të bëhen edhe më të lirshëm në sjelljen e tyre ekonomike, sepse besojnë që mund të kenë ndryshime në shoqëri, investojnë, domethënë blejnë më shumë, edhe e ndjejnë vendin më të hapur dhe më si vetin. Pra nuk heqin dorë nga vendi dhe nga shpresa. Dhe në këtë pikpamje efekti mund të jetë ekonomik pozitiv. Sepse do të thotë që institucionet publike nuk janë aq të betonizuara ndaj qytetarit për të kërkuar le të themi haraç apo do të akuzojnë me ndonjë mënyrë, po qytetarit artikulojnë qëndrimet e veta dhe në këtë mënyrë iniciativa ekonomike apo një frymëmarrje sociale shoqërisë të jetë dobipruese për ekonominë, përveç tigëve që mund sjellin në përgjithësi në shtet ku institucionet vetë mund të jetë duan më të përgjegjshme dhe le të themi të i ruhen reagimin qytetar dhe të jenë më korrekte në funksionimin e tyre, që gjërat që në vetvete sjellin më tepër liri ekonomike edhe më liri më tepër qytetare.
Vendosim pak në një paralele krahasuese, profesor. Në çfarë ngjan dhe ndryshon protesta në Tiranë nga protestat e fundit në Kosovë? Ngjan entuziazmin. Edhe protestet që ka pasur në Kosovë ka qenë goxha masive dhe entuziaste. Mund të flasim gjëra gjatë për a kanë qenë njerëzit e manipuluar apo tjerë në Kosovë për një mënyrë apo tjetër, por sidoqoftë në artikulimin pak masive, entuziazmi dhe dalja masive në sheshe ka qenë evolucioni i përbashkët në përgjithësi protestave në Shqipëri dhe Kosovë. Ndryshimi është që përgjithsisht që në Kosovë, duke qenë se problemet kanë qenë të natyrës politike, veçanërisht në raport me Serbinë dhe me aspekte tjera të kuptimit të shtetit, Shqipëria si ka pas të gjë, kështu që dallimi thelbësor ky është e para. E dyta, protesta në Kosovë ka qenë kryesisht me një projekt të qartë politik që lëvizjeve vendosje të vite në pushtet. Dhe pakrahësitë janë amplifikuar dhe janë ngritur në një nivel të caktuar që të ndrejnë qytetarët në një dallë të madhe kundër institucioneve edhe anti-establishment për të ardhur vetë në pushtet. Kjo protestë në fundimin tim modest është tepër qytetare pak politike në aspektin ku dikush do të vijë në pushtet, edhe pse ka pasur forcë të tjera. Në këtë aspekt, protestat qytetare të Kosovë kanë qenë politike në radhë parë. Dhe në kohë gjatë ka dhënë efektin e vet në 2019 kur vendosja realisht ka fituar zgjedhjet dhe 2021 pastaj ka parë më tepër se 50% të votave dhe bashkë me zhvillime tjera si gjykata speciale, ende dhe si Kredite fiton zgjedhje, është e pakontestueshme dhe mban pushtetin. Dhe sipas jush, profesor, cilat nga protestat, ato në Kosovë apo në Shqipëri, ka një bazë më të fortë identitare dhe institucionale? Shikoni, në Kosovë ka një tendencë të natyrshme rezistencë ndaj proceseve politike, që rrjedh në një masë të madhe nga fakti që ka qenë të pushtuar në këtë kuptimin e fjalës, kanë përjetuar masakra, gjenocid dhe njerëzit në Kosovë në kuptimin e besimit që japin forcave politike, u japin një kohë atyre për të treguar veten një herë, dy herë, tre herë, po pastaj kthehen në anën kundërt përgjithsisht. Në sjellje, domethënë në këtë mënyrë ciklike. Dhe në këtë pikpamje, në Kosovë protestat janë më të shpeshta dhe më të pritshme. Kjo ka sjell ky ndryshim në Shqipëri, që njerëzit kanë menduar që s'do ketë një protestë të tillë në Shqipëri, ka ndodhur, domethënë për çështje të shtetit dhe për çështje sektoriale, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Po përgjithsisht sensi i rezistencës në Kosovë ka qenë më i madh. Tani ta shohim si do shkojë, sepse kemi disa vite që s'kemi protestë në Kosovë, dhe ta shohim se do të ketë njerëz që mund t'i primë protestave, apo do të kemi një domethënë zhvillime politike të cilat nuk do të kenë nevojë për ndryshim në pushteti apo për mbajtje pushteti për protesta, por përgjithsisht domethënë protestat të cilat kanë synime politike kanë tendencën që të jenë vazhdueshme dhe të domethënë le të themi të marrin të pakënaqurit dhe të fusin një frymë entuziazmi, po edhe frikë në moment caktuar, siç ka ndodhur në Kosovë me rastin e negociatave me Serbinë apo me çështjen e demarkacionit dhe asociacionit të komunave serbe. Profesor, në fakt vala e protestave nuk ka përfshirë këto vitet e fundit vetëm Shqipërinë dhe Kosovën, po sigurisht që është quar më tej, ne kemi parë edhe në rajon, në Serbi, por edhe në vende europiane, Francë, Gjermani, Greqi e të tjerë. Dhe shpesh është dukur sikur, sidomos në vendet e zhvilluara, si që është Franca dhe Gjermania, ka patur një lloj reflektimi dhe reagimi nga ana e qeveritarve apo pushtetarve atje ndaj kërkesave të protestuesve. Në këtë pikpamje do doja të dija përmes ndoshta analizës tuaj çfarë mësimesh duhet të nxjerrin protestat në Kosovë dhe edhe në Shqipëri, referuar një krahasimi me ato që ndodhin në rajon apo edhe më gjerë. Kur një forcë politike qëndron në gjatë në pushtet, janë dy aspekte që merren parasysh, të cilët janë në kundër me njëra tjetrën. E para që kanë fuqi ekonomike dhe duket sikur janë pa thyeshme nga kjo pikpamje.
e dyta që konsumojnë pushtet dhe kanë vështirë që të letemi mobilizojnë strukturat në momente caktuara kur janë etabluar disa marrëdhënie caktuara midis aktorëve dhe janë kuzuar për saj, edhe shikohet qartë që veçanërisht në Partinë Socialiste këto marrëdhënie janë fiksuar në disa momente caktuara që është vështirë që Partia Socialiste të dalë nga këto marrëdhënie dhe në përgjithësi klasat politike humbasin legitimitetin e tyre. Në rast se nuk e korrigjojnë vetveten dhe në rast se nuk marrin shënim edhe të marrin veprimet e duhura nga artikulimi qytetar në këtë mënyrë masiv, po ashtu por edhe thelbësor, atëherë ka mundësi që herë të vonë një klasë politike zëvendësohet me klasë tjetër, dhe kjo është mundësimi që të ndodhë. Në perëndim janë shumë kujdesshëm ndaj këtyre protestave, edhe pse nuk ka protesta të dhunshme për marrje pushteti, gjithmonë ka fantazma të tilla në Ballkan. Realisht, domethënë se çfarë duan qytetarët dhe negociojnë me interesit dhe reflektojnë realisht atë që duan qytetarët përmes veprimeve institucionale. Në Ballkan, kjo është si duket për arsye që tash më lart është e vështirë të ndodhë menjëherë, sepse në përgjithësi në Ballkan kemi edhe një amalgamim të politikës me biznesin dhe me veçanërisht me forcat e errta në ekonomi, të cilat eventualisht pastaj e uzojnë politikën për të ndërtuar politika qeveritare dhe shtetërore në favor të tyre. Nuk është për të le të themi për të shturur këto lloj marrëdhëniesh në moment caktuar për te protestave, kështu që elita politike humbasin legitimitetin dhe pastaj vjen një klasë politike. Profesor, kanë shihe, më fal edhe dy fjalë për këtë gjë. Po kanë shihe të qartë se ka raste ndryshme në Serbi, ende nuk kemi ndonjë pushteti, edhe pse Vučić ka thënë që nuk do të jetë më president, por në Bullgari patëm një lëvizje qytetare e cila prodhoi ndryshim pushteti dhe njerëzit atje po shohin tani se çfarë bën pushteti i ri. Kjo gjë me gjast mund ndodhi edhe në Shqipëri në të ardhmen afër. Profesor, me të drejtë ju thoni që në pjesën më të madhe të Ballkanit zakonisht protestat kanë qenë jo të dhunshme, pra të pashta, por jo gjithnjë kjo panoramë është shfaqur nga vendet e industrializuara me zhvillim të lartë ekonomik, vende që janë, po themi, promotor të botës, si që është Franca, apo Greqia, apo Gjermania, apo Italia, etj., ku shpesh janë reflektuar akte dhe dhune. Pyetja natyrshëm është, ka një lloj stigme që i bëhet Ballkanit dhe popujve të vegjël si puna e Shqipërisë dhe Kosovës, për shkak të pozitave që ndodhet, për shembull Shqipëria në rrugën e saj drejt antarësimit të BE-s dhe shpesh vëzhgohet me një lupë edhe më të zmadhuar se vendet e tjera të perëndimit. Mekanizmat e menaxhimit të krizave, qoftë edhe të akteve të dhunshme të segmenteve të ndryshme shoqërisë në vendet perëndimore janë më, le të themi, adekuate për të menaxhuar pakënaqësitë e ndryshme qytetare. Kjo është një nga arsyet se shikohen me lupë vendet tona për shkak se kanë një demokraci të brisht, kapacitete demokratike jo shumë të zhvilluara dhe shikohet se në cilin drejtim do shkojnë gjërat. Për shembull, shikojmë në protestën në Serbi, një nga arsyet pse perëndimi nuk i ka dhënë shumë mbështetje atyre protestave është sepse aty pas tyre kanë qëndruar forca nacionaliste të cilët kanë bërë thirrje që domethënë për Kosovën, që Kosova duhet të kthehej në Serbi e kështu me radhë. Pra, nuk ka qenë vetëm protestë qytetare në pakënaqësi ndaj shtetit dhe ndaj qeverisë, por ka qenë edhe në atone nacionaliste, të cilat janë mbështetur në masë të madhe edhe nga ata që kanë protestuar. Kjo ka qenë problematike në vetvete, sepse perëndimi nuk ka dashur që të rikthejë tema të caktuara në peizazhin politik edhe të marrëdhënieve midis vendeve në Ballkan. Dhe dikush që do të marrë pushtetin nuk mund ta marrë me tezat vjetra, por duhet ta marrin duke i dhënë zëri qytetarëve edhe pakënaqësinë tyre, por po ashtu duke trajtuar ato, por ama duke ndjekur një agjendë evropiane dhe pro-perëndimore. Në këtë aspekt, shikohen në vëmendje protestat në vendet tona për shkak se mund të kenë nuanca të caktuara të cilat
rikthejnë fantazmet e vjetra të viteve 90 e më pas në Ballkan. Edhe një pyetje të fundit, profesor, nëse kjo lëvizje vazhdon, si mendoni se mund të ndikojë në marrëdhëniet mes qytetarëve, institucioneve, kulturës demokratike në Shqipëri në vitet e ardhshme dhe a ka precedent që ta polarizojë shoqërinë më tej? Po e para njerë në rrasë se pakënaqësitë nuk do merren parasysh, dhe nëse vazhdojmë të trajtojmë arsyet e protestës, duke trajtuar atë homin e njerëzit që marrin pjesë në protestë, atëherë kjo është një arsye që protesta të vazhdojë edhe nëse u shuhet tani, atëherë pakënaqësia do të artikulohet në mënyrë të përsëritshme ciklike brenda shoqërisë në një mënyrë apo në tjetër. Do të ishte mirë që dialogu, edhe nëse nuk ka ndryshime politike, dialogu midis grupeve të ndryshme shoqërore të jetë më, le të themi, adekuat, më i vazhdueshëm dhe të merren parasysh nevojat e qytetarëve. Po ashtu nga ana tjetër, ndryshimet e caktuara për të cilat ka nevojë Shqipëria, që domethënë janë evidente për të gjithë, janë parasysh të gjithëve. Atëherë të realizohen, përndryshe polarizimi është masdere. Për shkak se gjithmonë gjenden forca politike që do ta polarizojnë situatën, por në radhë parë, pakënaqësia e qytetarit mund të vijë rritur në një mënyrë apo në tjetër. Profesor Bërzulli, ishte kënaqësi komunikimi së bashku. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do shkojmë pak në reklama.